Në pak minutat e mbetura Beni të ndërpreva, po vlisje për epokat dhe përdorimet e ndryshme të Floririt. Jemi në epokën? Atëre, jemi në epokën e investimit. Gjithë shtresat e mesme sot, po blejnë shtëpi të 23 për investim. Sepse trendi sot nuk është ai i qypave me flori që futeshin për t'i mbajtur rezervë. Nuk ka më sens të tillë. Pra këtë duhet kuptojmë. Po ka sens që çdo vlerë që ke në dorë ta hedhësh në treg për të marrë sa më tepër. Po dhe për të marrë garancinë. Dhe tek Floriri? Dhe sot mund të them jo me bindje, po me garanci absolute që nëse qytetarët kanë lekë të lira të investojnë te Floriri, sepse vlera e Floririt, si rrëdhim i kërkesës në rritje për të, do të rritet akoma më tej. Alba. Shumë dakord me më në fund do ta jam në pjesën e tretë 100%, dhe unë mendoj që nuk e parashikojmë dot 100% çfarë do ndodhi, por duke parë trendin në rritje, mendoj që do ketë vazhdim rritje. Nuk e di nëse do ketë me të njëjtën përqindje apo jo. Do thosha që në aspektin e argjendarive ose të stolive, mendoj që njerëzit kanë filluar të jenë më të kujdesshëm, të kërkojnë më shumë certifikimin, autenticitetin, që është shumë i rëndësishëm edhe në këtë aspekt, të kërkojnë mendimin e ekspertëve për çfarë po marrin, se edhe kjo është shpeshherë në dyshime, jo çdo gjë që duket si shashpreja. E verdhë është Flori. E verdhë është Flori. Dhe në vazhdim mendoj që ne po mbajmë një kulturë në fund të ditës, se e kemi edhe traditë. Ergis? Duam ne do vazhdoj të rritet për shkak të efekteve botërore. Do me thonë, kjo kurba do të njoh vetëm këtë drejtim. Trendi, rëndësi ka trendi, sepse ndonjëherë mund kemi dhe ulje. Do të jetë kjo prirje. Trendi do të jetë ajo, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë nëse do ta ruash vlerën e parave që ke sot edhe për vite më vonë, është mundësi shumë e mirë investimi. Eda, do thosha që investimi më i mirë që mund të bëjmë, vërtet është e blerja e gjërave të Florinta, bizhuteri, ashtu lidota, moneda, spila, të gjitha janë një investim, por më tepër mund t'ja lëm fëmijëve tanë. Trashëgimi. Lidion, fjala e fundit 30 sekonda. Po, për ta mbyllur, me parashikime konkrete, bankat më të mëdha të investimeve në botë konkretisht parashikojnë që deri në fund të këtij viti çmimi mund të shkojë jo më tepër se 4500, por gjithmonë sikur se tha edhe Ergisi me luhatje korrektime çdo ditë. Ndërsa në 2030 çmimi pashmangshmërisht do të shkojë tek $10.000 për onzë. Një onzë është 28 gram. Faleminderit Lidion Kulla, Ben Meçe, Alba Ruço, Ergisefa, Eda Bano që ishin së bashku në këtë diskutim për Floririn. Juve që na ndoqët gjithashtu faleminderit që jemi nesër, këtu ku si gjithmonë ka veç një ftesë në orën 5 Top Channel.